O Gjoni, kemi ardhur të morëm të ambientin me sipërfaqe 330 metra katror. Ndodhim në gjithë me galaktikun. Kemi ambient kati 330 metra katror, që dërshitet vetëm për 350.000 euro. Pra, unë dhe Gjoni, sot po mojmë super okazion, direkt në hyrje të Durrësit, kati 3, që ky ka i mundësi Gjono, ashensorin vete. Pra kemi dhe ashensorin vete. Në qoftë se ti, apo miku jot, është në biznesmen strategjik, që ka lek, do më thonë, ti mund të bosh hotel, mund të bosh për fizioterapi, klinika dentare, klinika, studio, që të doni ju. Zyra punët, jemi call center, dhe lloj keni mundësi këtu. O Gjono, jemi përballë Alevarit. Përballë Alevarit, jemi direkt. Jemi përballë portit. Shikojeni pak. Dubaj Durrësit. Jemi përballë portit. Jemi direkt buz rrugës kryesore nga ora Daljanit të hyrë Durrësit. Pra, ne tani do t'ju tregojmë ambientin pak a shumë. Gjithë dhomë. Shikojeni pak, kemi këthe në dhoma pafund. Kjo dhomë tjetë dhe më madhe. Dhoma pafund. Pra ka disa dhoma që të bënsën edhe për kopshte, edhe për shkolla private. Kjo ambient këtu t'jep shumë mundësi. Je biznesmen, po kërkon një ambient madh si tjetër në dhoma vendare, tu e ke gati. Nxitoni vetëm 1060 metra, vetëm 1600 euro për metër katror. Ma lirë si një apartament. Pra, tregoj për këtë. Si të flisë pak Gjoni që ta kuptojmë pak më mirë. Sipërfaqja është 330 metra katror. Me 160 euro për metër katror, Durrësi nuk ka mo. Këtu në katin e 3, pallati ascensor privat. Pra, ascensor privat, jemi ndodhim buzë rrugës, ti mund të investosh i sigurt me qimen janë shumë 350.000 euro. Janë shumë, e dim. Por, nëse ti bësh pronar i kësaj, mund bësh pronar i një hoteli privat. Mund bësh pronar i një klinike shëndetësore të mëdha private, sepse ka metra pa fund. Shikojeni pak këtu, ka dhoma pa fund, s'diku ç've ku dalin. Unë në rast, s'diku ku dalin, shifin gjitha ne, nuk di që të them. Gjoni, Gjono, tregojmë pak ashensorin Gjono. Kemi edhe 3 banje, vetëm kështu ajo. I dhomë tjetër atje me zemë. Tregoj ashensorin dhe Alevarit. Tani direkt. Atëherë, ashensori privat, po kjo ambient këtu t'jep shumë mundësi, ta marrë privatësi.